Florida Peraj, administratori i njësisë administrative Kelmen dhe bashkëkryetare e Partisë Socialiste në Malsinë e Madhe, ishte e ftuara e kryeministrit Edi Rama në podcastin e fundjavës, ku foli jo për politikë, por për përvojën e saj në zhvillimin e turizmit. Ajo tregoi rrugëtimin dhe kontributin e saj dhe të kolegëve në shndërrimin e Vermoshit në një destinacion të rëndësishëm të turizmit malor. Në vitin 2013 fillova të punoja në një bujtin në Vermosh. E kështu pas 3 vitesh kur kërkesat për turizëm sa vinin e përshtoshin, por në krah tjetër shumë për largoshin nga zona e Vermoshit, u gjenda përballë një vendimi të rëndësishëm. Të hapja një biznes timin apo të largosha si shumë tjerë. Por vendosa mos largohem e të qëndroja të ku më takon. Vendosa që shtëpinë tonë ta ktheja në shtëpi pritje. Por ishte edhe një sfidë. Filluam vetëm me 2 dhomat tona duke fjetur vetë në divan ose në dysheme që t'u aleronim dhomat turistëve. Nuk ishte e lehtë, sidomos për prindërit e mi, lodhja ishte e përditshme dhe as natën nuk mund të pushonin, por sakrifica ishte nevojshme për një ditë më të mirë. Peraj diskutoi sfidat e sektorit dhe potencialin e madh të Kelmendit, duke kërkuar mbështetje për ndërtimin e kullës së Prekcalit, një simbol i historisë lokale që do të forconte turizmin kulturor. Kryeministri Rama vlerësoi projektin duke treguar se ekziston një fondacion i dedikuar për këtë nismë dhe se Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të jetë në mbështetje të rikonstruksionit të kullës. E për me arrit ofertën turistike, du të kena dhe destinacione që mund t'i ofrojmë. Në Vermosh kena një kullë historike dhe simbolike, kullën e Prekcalit, që mendoj ka arë koha që të marrin zgjidhje. Ajo du të kthehet një muze etnografik, e tjetë, të më thonë, unë ta kem destinacion për zonën, nëse dikush vjen në Vermosh, unë edhe sot që është Rënoj e sugjeroj, thëmë të janë Rënojat e shtëpisë Prekcalit. Kjo do të rritë edhe punësimin për banorët e zonë, se mund të aty punëson 2 ciceron, 2 sanitare, por kur nuk do që të kthehet në hotel, apo bar kafe, apo projekte që nuk kanë lidhje me shtëpinë e Prekcalit. Aty mund të krijohet një fondacion i Prekcalit, kam blerë këto para, kush do të kontribuojë në mjet atij fondacioni dhe pastaj ne mund ta bëjmë këtë gjë me Fondin e Zhvillimit Shqiptar dhe bashkojmë fondet edhe fondacioni jep kontributin e vet edhe çfarë mund ta hapi Fondi i Zhvillimit Shqiptar edhe pastaj i vëmë një plak siç bëhet në gjithë botën, i shënojmë emrat e gjithë kontributorëve, kështu